kemi ble buk në 6 fura, në 7, s'di tash i numërojna. Ideja u konë kështënë. Me bo një investigim furat në qytetin e Gjilanit. Çmimin me kështyrë sa e kanë të bukës, dhe si pas ligjit, një buk që në Gjilan po shitet 60 cent, duhet pa tjetër me i pas minimum 500 gram, me peshu 500 gram. Nuk për të regoj një emrin e furrës. Nëse i del buka mirë, po e tregoj të cila furrë e blejtëm, edhe e keni me pamje në video të hy me blej buk në atë furrë. Nëse në njona nuk peshon 500 gram, do më thonë peshon më pak, kësaj here po i kursejmë. Nuk kena mi bo anti-reklam, po i bëjmë thirrje, nëse ndodhë që nuk peshon 500 gram, atër i ka fajt vlla dhe inspeksioni. Pse nuk është teren, me i bo presion, ose me i gjobit. Hajda afrof qëtu, 529 gram. Do më thonë që kjo furrë është shkronja sh, kjo buk u blete furra Shqiponja. Furra Shqiponja, sa i përket gramazhës, Gjilanxhi koka në rregull. Vazhdojmë, ren po him, marrë këtë bukën tjetër, edhe kjo 523 gram, afrov kamera këshyre. Edhe këtu e kemi shkru me inicialet, PA, kjo u ble të furra Pashtriku. Do me thonë, edhe furra Pashtriku, në këtë aspekt, ko kanë rregull, në bukën e radhës. Kjo me gramazhja mujti këtyne. Afrov, shefe, 558 grami pas ka që kjo bukë. Që kjesën këtu, shkronja që. Kjo bukë u ble të furra Qerimi. Halali qofta, të i tash. Furra Qerimi, 558 gram buka. Vazhdojmë me bukën e radhës. E shohim tash. Vallaj s'duhet 500. Hajda afrof këshire. 460 gram. A mungo? Mësja qëtë inicialet. S'po të regojmë cila furë e kena ble këtë bukë. Nashta ata pronarë të shojnë se dhe formën e paska pak më ndryshë për këtyne tjera. Është mirë me shku mja bo me dijena, që kësa here ju kursymë, po shpresoj që ju ka i kjo, nuk e kam bo me qëllim. Dhe më thonë, kjo furë nuk e ka bukën 500 gram. Si u kushta kur gjobe, përshe, qëtë një ma shumë. Qëtë një pak ma tepër, se bukë që një me kursuj bash me gram aty. Hajde të buka tjetër. Vallaj jo. 476 gram, hajde. Bëndo dhe vetë. Edhe kësaj na. Okej. S'po e tregojmë emrin edhe kësaj furrës, na po e dim cila është. Por i lutemi inspekcioni. Le del teren se kitë krizë financiare nuk ja vlen me dëmtu qytetarin për shkak një kursimin që e bën një biznesmen. Edhe e kanë rritë çmimin e bukës, edhe nuk e afrojnë cilësinë, që po thonë, po bile saksinë e duhur që është me ligj. Kjo, okej, ma pak se këto tjera, mirë po, është ma shumë se që është e parapome. I ka 519 gram, afrove në të bindim edhe t'ja të regojmë që edhe kjo furrë është në rregull, edhe i përgëzojmë, do më thonë, kjo bukë është blete furra Dora. Do më thonë, na po i bojmë një reklam të mirë, me thonë, një përkrahi për këto furrat, Dora, furra Qerimi, furra Pashtriku, edhe furra Shqiponja,
halal ju qoftë. Kështu që nëse ju pëlqen këto çfarë bëjmë na, mos harroni bëni follow dhe subscribe rrjetet tona sociale. Shihemi me investigimet e radhës.